të krijuara si këngëtare dhe po vjen dhe po bëjnë thjesht një show këtu. Kur nga këto vajza kërkohet një gjë tjetër që është ana profesionale dhe teknike. A ju mendoni atëherë që vajzat kanë një veshje të sipërfaqshme dhe nuk kanë teknik edhe... Po, duhet koncentrohen akoma më shumë... Mendimi Kolit? Zërin e tyre. Deri diku jam dakord, sepse sigurisht kur del skenën se po luajnë shumë, gocat po luajnë shumë, shkojnë nga mrapa, kthehen, nuk ndihmon në dëgjim, po janë duke kënduar live dhe këtë nuk duhet ta harrojnë. Është e rëndësishme. Por prap duhet të sqaroj, Arisës nuk ju përgjigj vokali. Arisa nuk është në kondicion të mirë fizik, nuk dua ta justifikoj, por duhet ta kuptojmë se në një njeri nëse nuk është në kondicion të mirë fizik, nuk përgjigjet vokali. Dhe sfida është sfidë. Ajo ka dalë sonde për të sfiduar. Do të marri përshtypjet dhe opinionet që i takojnë. Atëherë një mendim nga një profesionist interpretimi. Vetëm në aspektin e interpretimit. Pa diskutim, unë mendoj që në interpretimi nuk është në nivel në dorë. Është një këngë e vështirë për të interpretuar, kërkon grind të madhe, sidomos në refren. Pra kalimi nga strofa në refren kërkon një shpërthim. Gocat e kanë mendjen një çike vokali, sepse është një këngë vështirë nga ana muzikore dhe jam dakord me atë që kërkon teknik. Nuk jam shumë i kënaqur për sa i përket interpretimit. Aha. Atë kemi dy mendime të ndryshme, dikush thotë që vajzat e kanë mendjen tek vokali dhe dikush tek interpretimi, është pak konfuz si konstatim, në fakt balancuar me të tjerët, jo me mendimin tënd. Jo, mund ta vazhdoj mendimin që vajza me blu nuk është e plot në notat poshtë. Pra ndihet që duhet të tingëlloj vokali në notat poshtë, ndërsa vajza me të bardha është më e unifikuar në regjistër. Faleminderit. Doja që mikrofonin ta marri Bledi, është suportuesi i Dafinës. Është shumë interesante të dëgjojmë edhe opinionin e trinjve, sepse ato janë që këndojnë këngët e kohës dhe e shikojnë, e interpretojnë, e gjykojnë në këtë aspekt. Unë mendoj pak më ndryshe se Joria, domethënë. Theksoj këto për arsye sepse unë kam qenë vetë para një viti në këtë skenë dhe e di se çfarë do të thotë për herë të parë ti jesh aty. Kjo është një skenë vërtet, domethënë dhe ato po e shohin veten për herë të parë atje. Mendoj për sfidën se Dafina, pavarësisht luhatjeve ritmike, bëri një performancë po them dinjitoze. Ashtu dhe vajzat jetë korrekte, komplimente që dyja, unë mendoj se i bot një punë shumë të mirë sot. Shumë shkurt edhe Eli që mbështet. Poja për Arisën, që më ka kënaqur seriozisht, i shkote shumë kënga, i rrinte më tepër se Dafinës, e cila kishte edhe probleme me ritmin, por edhe me notat poshtë nuk ishte shumë intonuar. Edhe do thoja edhe diçka të vogël, kjo këngë më kujton natën e parë që kam konkurruar unë dhe më ka sjellur shumë fat, shpresoj edhe Arisa se sjell kaq fat sa unë. Pra shumë e çuditshme, kemi mendime komplet të ndryshme midis panelit të trinjve dhe panelit të profesionistëve të vërtet. Kisha shumë dëshirë dhe orgesën, megjithëse e kam lënë për atë të tjerë. Dua, meqense ti je rockere. Mirëmbrëma gjithëve. Nuk di çfarë them tani, po të dyja gocat më përsollën goxha emocion. Pavarësisht se Dafina nga emocioni negativ, u bllokua pak tek ritmi, nuk do të thot absolutisht asnjë gjë, do ta marri veten. Kështu që unë niftoj që të bëjnë, të japim sa më shumë show, edhe t'i mundin emocionet negative, sepse ato e kanë fajin, unë për këtë jam shumë e bindur. Sigurisht është nata e parë, dhe në të vërtet, show që bën edhe mua më pëlqyet. Uluni. Vazhdojmë, shikojmë disiplinën tjetër që ka radhën, të ndjekim. është kantoja përsëri, vjen Branemiri edhe Albi në sfidën e tyre të dytë. Branemir, merr mikrofonin të lutem. Branemiri dhe Albi me një material, me një këngë shqiptare, Zemra e një gruaje. E filloni pari Albi apo Branemiri? Albi ta filloj pari. Regjia, është okej që ta filloj Albi pari? Okej, Albi pari.
një kruaje, them shpesh me vete, gja me një ciclon, që digjet në heshtje. Prodhoni buz qeshti një se më thyje, mos për buz një lotë, në sytë e malën qyje. Zemra një kruaje, them shpesh me vete, qalë me një ciclon, që digjet në heshtje. Prodhoni buz qeshti një se më thyje, mos për buz një lotë, në sytë e malën qyje. Mos butësh dorën e saj kur zjate, se buzët e tua do të vishke në flake. Udhja qëndra zgjon në shpirt në evaluar, gjan me linjen e djeli, jo s'është e vonuar. Zemra një kruaje, them shpesh me vete, gja me një ciclon, që digjet në heshtje. Prodhoni buz qeshti një se më thyje, mos për buz një lotë, në sytë e malën qyje. Zemra një kruaje, them shpesh me vete, një ciclon, që digjet në heshtje. Prodhoni buz qeshti një se më thyje, mos për buz një lotë, në sytë e malën qyje. Mos butësh dorën e saj kur zjate, se buzët e tua do të vishke në flake. Udhja qëndra zgjon në shpirt në evaluar, gjan me linjen e djeli, jo s'është e vonuar. Prodhoni buz qeshti një se më thyje, mos për buz një lotë, sytë e malën qyje. Zemra një kruaje, them shpesh me vete, gjan me një ciclon, që digjet në heshtje. Prodhoni buz qeshti një se më thyje, mos për buz një lotë, sytë e malën qyje. Mos butësh dorën e saj kur zjate, se buzët e